Qala al-muallif rahimahullah, ka thënë autori i librit, was-sam'i wat-ta'a lil-a'immati fima yuhibbu Allahu wa yarda. Pjesë e besimit të ehli sunne është dëgjimi, bindja ndaj udhëheqësave, prisëve, në atë që Allahu don, është i kënaqur edhe e pëlqen. Wa man waliya al-khilafatu bi ijma'i an-nasi alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin. Dhe duhet pranohet si prijes, si udhëheqës, ai rreth të cilit janë të buar muslimanët, e kanë pranuar për pris të muslimanëve. Fa huwa amirul mu'minin. Ai është prisi i besimtarëve. Min usul ahli sunna. Pra kjo është pi bazave të sunetit të Sheikh Rabia. Ta'atun man wallahu Allahu amra al-muslimin fima yuhibbu Allahu wa yarda. Bindja ndaj atyre që Allahu wallahu Allah, pra janë vendosur në pushtet apo në udhëheqësi. Bindja ndaj tyre në atë që Allah është i kënaqur. Lejset e ta'a mutlaka, jo bindje çdo herë. Lejset e ta'a mutlaka. Pra nuk do të thotë që ti ke një udhëheqës, duhet ti bindesh në çdo fjalë dhe në çdo veprim. Lejset e ta'at mutlaka. Çdo herë librat e Ahlus Sunnetit kur flasin këtë pikë e përkufizojnë, e kushtëzojnë që jo çdo herë. Fa inna at-ta'ata al-mutlaqa, pra bindja e çdo herë që duhet me qenë pa diskutueshme është vetëm bindja ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit alayhis salam. Amma ta'atu walati al-umur fa hiya muqayyada. Dërsa bindja ndaj pushtetarëve, udhëheqësve, prisëve, ajo është muqayyada, e kushtëzuar. Sawa walati al-umur am ghayrihim. Pavarësisht a është udhëheqës, pris apo është edhe jo pris, sikur është për shembull ta'atul walid, bindja ndaj prindit. Nuk është bindje absolute. Apo el-mudarris, nxënësi me profesorin, au el-mudir, apo me udhëheqësin. Hadhi kulla muqayyada bi shart. Të gjitha çdo bindje, pra nëse themi ne duhet ju bindemi prindërve. Kjo është fjalë e mirë, po duhet kurzohet. Nëse ata nuk na urdhojnë me bëni gjuna. Duhet i bindemi mësuesit, nxënësat. Po nëse ata nuk i urdhojnë me bëni gjuna. Kështu është edhe çështja me udhëheqësat. Wad-da'iratu awsa. Awsa qalilin mimma yuhibbu Allahu yarda ila al-mubah. Këtu Sheikh Rabia thot, autori ka thonë mi u binde asaj që Allah është i kënaqur. Por thotë to është pak më e gjerë, edhe në atë që është e lejuar. Sepse mund të ketë shumë çështje që janë të lejuara, por nuk janë çështje që Allahu i don. Por mund të jenë të lejuara. Pra mubah, as ka shpërblim, as ka ndeshkim. Por edhe në ato duhet t'ju bindemi udhëheqësave, sepse mund të shohin diçka që është e dobishme dhe na urdhrojnë. Pastaj thot muallif rahimullah, autori i librit Imam Barbahari, wala yahillu li ahadin an yabita laylatan wala yara an alayhi imaman. Njeriu nuk lejohet që muslimanit nuk i lejohet që një natë ta kaloj wala yara an alayhi imaman. E që të mos ketë një pris që e konsideron pra për udhëheqës. Barran kana aw fajiran. Qoftë ai mëkatar apo qoftë njeri i mirë. Pra kjo është një pjesë shumë e rëndësishme që e përmendin libra dietarët e sunetit, akiden e ehlis sunneti wal jamaa. Yani, kuptimi është. Këtë fjalë ka marrë Imam Barbahari, thot Sheikh Rabia, nga hadithi e pejgamberit alayhis salam. Men mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Kush vdes dhe nuk ka besatim ndaj një udhëheqësi, ai ka vdek me një vdekje të ignorancës, jahiletit. فلو مر عليه ليلة واحدة مر عليه وقت قليل pra kujt i kalon një natë, një kohë shkurt, wa huwa la ya'taqid fi wilayati min wallahu Allahu amra al-muslimin, pra dhe nuk e pranon një udhëheqës për udhëheqësat e muslimanëve, wa mata wa huwa fi mithli hadhihi al-hal, dhe vdes në këtë gjendje.
Pra vdes në gjendjen duke mos njohur prisin musliman si udhëheqës. Femitetun jahiliyye. Ky është një vdekje e ignorancës. Hadha amrun adhim. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Wa wa'idun shadid, dhe kërcënim, paralajmërim i ashpër nga pejgamberi alayhis salatu wassalam li imana. Pse? Pra ai që vdes, qoftë edhe një natë, pra, qoftë një kohë të shkurtë, këtë gjendje, vdes në vdekje të jahiliyetit, pse? Li'annaka hina tarfudu bay'at hadha al-imam. Kur ti nuk pranon këtë pris musliman, nuk i bindesh atij, fa innaka qad shaqaqta 'asa al-muslimin. Ti vetë e ke nda safin e muslimanëve. Faqad shaqaqta 'asa al-muslimin. Wa qasadta ila tafriq jama'atihim. Dhe me veprimin tënd ti i ndan musliman. Wal khuruj an hadhihi al-jama'a. Dalja nga ky xhamat, fatamut mitatan jahiliyah, vdes një vdekje të ignorancës. Ka hal al-jahili, sikur gjendja e jahiliyetit. Në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam kanë qenë ndarë në fise. Çdo fis e ka pasur udhëhecin e vet. Sa fise arabe kanë qenë atë botë, nuk kanë pas unifikim të një udhëheqësi. Nuk kanë pas unifikim. Dhe kanë luftu. Pastaj një fis e ka përkrah fisin tjetër, fisi tjetër. Pra me një fjalë nuk kanë pas një udhëheqës. Dhe Islami ka bashkuar, ka mirësitë të mëdha të Islamit, Islami bashkon. Fa anta tusharik al-jahilin fi hadha. Ti atëherë i përngjason ata njerëz të ignorancës. Wa tuhasabu bidhalik yawm al-qiyamah. Për këtë çështje ti do të japësh llogarinë ditën e gjykimit, kema fi hadith ibn Umar, sikur ka ndodhur, sikur është hadithi ibn Umarit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirin yawm al-qiyamah." Kur do t'i tuboj Allahu në ditën e gjykimit, të parë dhe të fundit, krejt njerëzit ditën e gjykimit. Yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un. Gjithë secili tradhtar do t'i vendoset një flamur. Thaqila, edhe do t'i thuhet hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. Kjo është hadhi ghadrat fulan ibn. Kjo është flamuri, pra shenja që ky është filani biri filani që ka bërë tradhtin këtë dunjë. Dhe ky është hadith që i përfshin të dy. Edhe udhëheci nëse tradhton Islamin, nëse i tradhton muslimanët, edhe ati do t'i vehet flamuri i tradhtisë ditën e gjykimit. Edhe ai i cili ja besën udhëheci dhe tradhton. Thonë dietarët kur shpjegojnë këtë hadith, zakonisht tradhtia bëhet fshehur azi. Zakonisht njerëz bojnë tradhti, intriga si të fshehur. Dhe Allahu ja u shpalos në ditën e gjykimit atë tradhti që e kanë bërë. Dhe thuhet kjo është ghadrat fulan ibn fulan. Pra me një fjalë ky është hadith i përgjithshëm dhe dietarët e përmendin edhe ata të cilët bëjnë tradhtin ndaj udhëhecit musliman. Wa rawa Muslimun fi sahihi. Imam Muslimi në sahihun e tij e përmend nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kariya min amirihi shay'an", kush urren nga prisi i tij diçka, falyasbir alayh. Le të bën durim. Pra kjo është rruga e Islamit. Kur shohim nga prisi musliman një padrejtësi, një zullum, një gjuna, falyasbir alayh. Dhe subhanallahu është shumë interesante në botën arabe. Është për të habitur. Asnjëri prej udhëhecëve musliman nuk pin alkool. Asnjëri hiç. Asnjëri prej tyre nuk pin alkool. Asnjëri prej tyre nuk e lën namazin. Shumica. Pra, nëse i vështron domethënë udhëhecin e Emirateve, udhëhecin e Arabisë Saudite, udhëhecin e Katarit, udhëhecin e Kuvajtit, udhëhecin e Egjiptit, të gjithë janë njerëz që falin namaz. Dhe asnjëri prej tyre nuk bën kësilloj mëkatesh siç janë alkooli apo shfrenime tjera, domethënë të zinaz dhe kështu, që me këto mësime që ne i mësojmë, nëse ata në çdo emision që na shfaqen e kanë gotën e përpara të alkoolit dhe e pinë, prapë Islami na mëson që me pas domethënë mos më ngrit kundër tyre. Domethënë as janë të vërbum njerëzit.
aq që ndikuar nga idetë e demokracisë, sepse demokracia është, sistemi demokratik është vetëm me tentu me erxu. Domthonë është aq që janë njerëzit naiv, domthonë këto ligjet e pabesimtarëve, aq që naive, saqë ata testohen popull, fitojnë dhe për 4 vite ton kohën ata tentojnë me erxu tjetrin. Domthonë është krejtësisht absurde, sepse këto burojnë nga mendja e njerëzve. Dhe në anën tjetër, pra është krejtësisht normale, edhe kulturë konsiderohet me fol keq ndaj udhëheqësit në demokraci. Po kështu në këtë pikë bashkohen edhe ata që kanë idetë xavaregjve. Pra Islami na edukon një çështje tjetër. Islami na edukon, librat e selefit na edukojnë një çështje krejtësisht tjetër. Prandaj, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse shihni diçka që nuk ju pëlqen, çka është ajo që nuk ju pëlqen? Nuk po atë fjalë tu taktika politike se ti nuk i kupton ato, bëhet fjalë ato që ty në vërtet nuk janë të mira. Haramet, gjunahet. Feljespir, ka thonë durim. Me bo durim, nuk ka thonë më ngrit, as me folkun e ti, sepse fa innehu lejse ahadu minë nësi khargje në sultani shqipërën, kush një plom qohet kundër udhëhecit, fa ma ta alehi illa ma ta mitet në gjahilije, vetë se ka vdek me një mitet gjahilije.